Today, we're going to consider the life of a king that lived approximately 700 years before Christ. Sot do të shohim jetën e një mbreti që jetoi rreth 700 vjet përpara se të vinte Jezusi. We're going to see what we can learn from Hezekiah today. Do të shohim çfarë mund të mësojmë nga jeta e Hezekiaut sot. He was the 12th king of Judah, Ishte mbreti 12 në Jude and he was one of the more prominent kings of Judah. dhe ai ishte një ndër më të qëndrueshmit në Jude. Not only because of what he did and how he lived, Jo për shkak të çfarë bëri dhe si jetoi, he's also a prominent king because there's extensive documentation on his life. ai është një mbret I suksesshëm sepse ka dhe shumë dokumenta rreth jetës së tij. There's actually a lot written in the Word of God about Hezekiah. Flitet shumë në Bibël për jetën e Hezekiaut. There's also a lot of external sources that's written about Hezekiah, Por ka dhe shkrimet të jashtme të cilët janë shkruar për këtë, including a lot of Assyrian documents. pra nga dokumentat e Asirisë. I think we can learn some truths from Hezekiah today that can help us in our lives. Mendoj që mund të mësojmë të vërteta nga jeta e Hezekiaut që do të na ndihmojnë edhe ne sot. Turn to 2 Kings 18. Le t'i hapim Bibla tek e dyta e mbretërve 18. Before we read, Përpara se të lexojmë, I would like for you to pray for us. Okay? Pray that the Lord would speak to us from His Word today. Përpara se të lexojmë është e drejtë që të shkojmë përpara Zotit, lutemi, unë po lutemi gjithashtu të kërkojmë nga Zoti. Atë Perëndi, faleminderit sepse Ti na ke mbledhur sot tu Perëndi, Zot, për shkak dhe për gjithçka që ne kemi, Zot, kemi zgjedhur të vim këtu Perëndi, Zot, të nderojmë Ty Perëndi, sepse Ti je pjesa më e rëndësishme e jetës tonë dhe je pjesa më e rëndësishme e ditës tonë, Zot. Faleminderit, Zot, që kënduam nga zemra jon, faleminderit që tani kemi mundësi të dëgjojmë, Zot, edhe Zot, përgatit zemrën tonë, Zot, përgatit mendjen tonë, Perëndi. E dim që kjo fjalë është nga Ti, e dim që Bibla është fjala jote, Zot, dhe mendoj që në çdo vend dhe në çdo gjë që kemi, Zot, Ti mund ta mbushësh dhe mund ta ndryshosh, Perëndi. Zot, bëj këtë gjë tani, Zot, na përdor, Perëndi, gjithashtu dhe mua, Zot, edhe t'jemi për lavdin Tënde, Zot. Faleminderit. E lë këtë kohë përpara fronit Tënd, Zot, edhe gjithashtu këtë vëlla, Zot, që fryma jote ta drejtoj, Perëndi. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Okay? We'll read 2 Kings 18 verses 1 through 5. Do të lexojmë tek dyta mbretërve 18 vargu nga 1 deri në 5. Po e lexoj për ju. Tani në vitin e 3 të Osheas, biri e Lahut, biri I Izraelit, ndodhi që filloi të mbretëroj Hezekiau, biri I Ahazit, mbreti I Judës. Ai ishte 25 vjeç kur filloi të mbretëronte, dhe ai mbretëroi 29 vjet në Jeruzalem. Gjithashtu e ëma e kishte emrin Abia, bi e Zakariaut. Dhe ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, në përputhje me gjithçka që bëri Iati, Davidi. Ai hoqi vendet e larta, theu shëmbëltyrat, I theu me spat korijet, dhe theu copë çik gjarprin e bronzët që kishte bërë Mojsiu, sepse në ato ditë bitë e Izraelit I dishin atij temjan, dhe ai e thiri atë Nehushtan. Ai e vuri besimin në Zotin Perëndit të Izraelit, kështu pas tij dhe para tij nuk pati asnjë të ngjashëm me të ndër të gjithë mbretërit e Judës. We're going to look at 4 very simple points today. Do shohim 4 pika nga ky mësim. The first thing I want us to see is Hezekiah's family. Gjëja e parë që do shohim është përjardhja e Hezekiaut ose familja. Note that he was the son of Ahaz. Pra ne shohim nga vargu që është biri I Ahazit. So Ahaz was his biological father. Pra ai kishte këtë baba biologjik. And he was one of the most wicked kings of Judah. Ata ishte një nga mbretërit më të këqinj të Judes. We could read about Ahaz in 2 Chronicles 28. We won't read Mund të there. lexojmë te bëmat e Ahazit tek e dyta e kronikave 28. But if we read there, we would learn that Ahaz sacrificed his children in fire. Mund ta lexoni edhe vet, por shkurtimisht Ahazi sakrifikoi fëmijët e tij në zjarr. He also sacrificed unto false gods, Ai bëri sakrifica dhe idhujve. burned incense unto false gods, the gods of Damascus. I doqi temjan perëndive të Damaskut. Ahaz desecrated the house of God, Ai e shkretoi shtëpinë e Perëndis, took from the temple to give to the king of Assyria. mori nga tempulli për t'i dhënë mbretit të Asirisë, He cut in pieces the vessels of the Lord. bëri copash mantelin, Cut in pieces the vessels that God had in the temple. enët
e tempullit. Pra i bëri copash, e shkatroi tempullin. Ahaz went so far as he shut up the doors of the house of God. Ai shkoi aty sa që e mbylli fare derën e shtëpisë Perëndis. He made other altars out in the land. Bëri dhe altar të tjerë në vende të larta të Made other high places for people to burn incense. bëri vende të larta ku njerëzit gjithashtu mund të bënin sakrificat e But he tyre. shut the house of God. Por derën e shtëpisë Perëndis ai mbylli. In Ahaz's time of distress, the Bible says he actually trespassed the Lord more. Në kohën e ngushtimit, që ishte koha e mbretit Ahaz, në fakt ai bëri edhe më keq se ç'ishte. When he had time of trouble, he didn't turn to God, he turned further against Kur God. ishte në shtrëngime dhe fatkeqësi, ai nuk shkoi tek Perëndia, por u kthye kundër tij. In 2 Chronicles 28, it says Ahaz provoked the anger of the Lord God. Pra te 2 Kronikave 28, Ahazi provokoi më tej zemërimin e Zotit. This was Hezekiah's father. Pra ky ishte Iati i Ezekiaut që ne do flasim sot. This is what Hezekiah observed growing up. Këtë ka parë Ezekiau me sytë e tij teksa rritej, tjatin e vet si shembull. But Hezekiah did not walk in the ways Por of ai his earthly nuk e father. ndoqi hapat që Iati ti bëri. Verse 3 said that Hezekiah did that which was right. Pra në vargun 3 jemi tek mbretri tani. Ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, According to David, his father. sipas Davidit, atit të tij. See, there was another influence in Hezekiah's life. Pra, kishte një influencë tjetër në jetën e Ezekiaut. The heritage of King David, Pra si trashëgimia nga mbreti David, who, as you know, was a man after God's të own cilin e heart. dim që është një njeri sipas zemrës së Zotit. So, in spite of what Hezekiah saw, Pra, pavarësisht çfarë Ezekiau pa tek and in familja, spite of what he was taught by Ahaz, pavarësisht çfarë ai u mësua kur ishte i ri, in spite of how he was se raised, si u rrit in spite of his cultural heritage, dhe nga kultura që mori nga familja, Hezekiah chose to do what was right. Ezekiau zgjodhi të bëjë atë që është e drejtë në sytë e Zotit. I'm sure that was not easy to do. Nuk besoj që ishte lehtë dhe për atë që të bënte këtë gjë. It's very difficult sometimes to go against our family. Është e vështirë edhe për ne sot që dalim kundër familjes tonë. When I got saved, Kur unë u shpëtova, my family thought I had joined a cult. familja mendoi që unë isha pjesë e një kulti tani. It was very challenging to do what was right. Ka qenë shumë sfiduese për mua që të bëja atë që ishte e drejtë. Over time, my mother got saved, Por me kohën, mami im u shpëtua, my father got saved. babai im gjithashtu u shpëtua, It was much easier. u bë më e thjeshtë pastaj. But early, it was difficult to do what was right. Por në fillim ka qenë vërtet e vështirë. I cannot imagine how difficult it was for Ahaz. Dhe tani ta imagjinoj sa vështirë ka qenë për I'm sorry, for Hezekiah. Ezekiaun, Ah, i cili për kishte Hezekiah. këtë baba. We all have earthly fathers, Ne kemi baballarët tanë biologjik, ata që kemi në shtëpi. some better than others. Disa mund të jenë më të mirë, disa, We all have different upbringings. kështu që ne kemi edhe vim nga të ndryshëm. Our upbringing is never an excuse to Or- do wrong. Nga se vim nuk duhet të jetë kurrë justifikim që ne të vazhdojmë të bëjmë atë gjë. In the United States, sometimes I meet people and they say, well, this is just how I was raised. Në Amerikën takoj njerëz dhe ata më thonë, po unë kështu rrita. They use their upbringing as an excuse to have bad doctrine. Ata justifikohen me origjinën nga vinë duke patur këtë doktrinën jo të mirë. They use their upbringing as an excuse to violate the Word of God. Ata justifikojnë këtë origjinën duke mos bërë atë që është në fjalën e Zotit. It is true. We inherit a sin nature from our fathers. Është e vërtetë që kemi trashëguar natyrën e rënë nga baballarët tanë, But just like Hezekiah had another influence from King David, por ashtu si Ezekiau kishte një influencë tjetër dhe kishte nga mbreti David, when we're born again, we have another influence. por kur ne rilindim, ne We have- kemi një influencë tjetër. We have the Holy Spirit that dwells inside of us. Dhe është fryma e shenjtë që është brenda nesh. We have a Father in heaven. Pra kemi një atë qellor tani. And we can choose to do what's right. Dhe tani mund zgjedhim vetë të Not bëjmë atë që according është to drejtë. our sin nature, Jo sipas natyrës të rënd, not according to our upbringing necessarily, jo sipas origjinës tonë domosdoshmërisht,
but according to our Father in heaven. por sipas Atit ton qellor. Now, some of you may have had a very godly upbringing. Ndoshta disa nga ju ka pasur origjinë shumë perëndishme. That's a blessing. You should Është praise bekim, God for është that. bekim, për ju që jeni rritur në kish. But for many of us, that was not the case. Por për shumë nga ne nuk ka qenë ky rasti. We should be grateful for our Father in heaven Duhet jemi mirënjohës sot që kemi Atin ton qellor and that other influence. dhe një influencë tjetër nga ajo toksore. But where much is given, much is required. Por kur jepet shumë, do të kërkohet shumë. We need to have the courage to do what is right, Kështu duhet kemi kurajo që të bëjmë atë që është e drejtë. just like Hezekiah. Një lloj si Ezekiau. So that was the first thing, his family. Pra kjo ishte pika e parë, familja e tij. Notice in chapter 18 of 2 Kings, verse 4, Pra në vargun 4 jemi te 2 Mbretërve 18, vargu 4. the revival that Hezekiah led. Çfarë bëri Ezekiau? Ai bëri një rilindje aty. Now there's more details in 2 Chronicles 29 through 31, Dhe ka më shumë detaje se sa do të gjeni te 2 Kronikat 28. but if we read all of that today, none of you would stay. Por nëse lexojmë atë, asnjë nga ju s'do rrinte këtu. Well, Sazan would stay. It would just be me and Ndoshta do ishte Sazan. vetëm Sazani, po You ju would go tjerë. to lunch. So let me just tell you what happens. Atëherë le t'ju tregoj se çfarë ndodhi, çfarë bëri. Hezekiah reopened the house of the Lord, Ezekiau rihapi dyert e shtëpisë Perëndis. and he sanctified the priests. I shenjtëroi prifërinë And he told the priests to carry the filthiness out of the house of the Lord that Ahaz had put in the house of dhe the u tha Lord. prifërinjve të nxjerrë gjërat e ndyra që kishin vendosur jati i tij Ahazi. The Bible, jashtë. the Bible tells us that very quickly, just in days, he restored the proper offerings and restored worship at the house of the Lord. Bibla thotë që për pak ditë ose brenda ditëve ai riktheu ofrimet dhe gjithashtu dhe adhurimin në shtëpinë e Zotit. This happened suddenly. Kjo ndodhi pothuajse me njëherë brenda ditëve të para. Just it amazes me that in just a matter of days, this man that chose to do what's right made such a difference. Unë mrekullohem sa e lexoj që ky njeri, pra, e bëri këtë gjë kaq shpejt dhe zgjodhi shumë shpejt të bënte atë që ishte e drejtë, të vepronte sipas asaj. It should challenge us all that we can make a big difference in Është a një short period sfidë of time. për ne gjithashtu që ne mund të bëjmë ndryshimin duke ditur që është e drejtë, por ta bëjmë sa më shpejt. Not only did he open the house of the Lord, he restored the Passover. Ai jo vetëm hapi dyert, por i riktheu dhe Pashkën, festimin. The nation of Judah had not performed, had not followed the Passover in a very long time. Judea kishte vite që nuk e kishte festuar Pashkën. And as you know, the Passover, they celebrated their exodus from Egypt. Dhe ju e dini që Pashka është festimi i daljes nga Egjipti, që ata do ta bënin gjithmonë. In 2 Chronicles 30, verse 26, 2 Kronikat 30:26. the Bible tells us when this happened, there was great joy in Jerusalem. Bibla thotë që kishte një gëzim të madh në Jeruzalem kur kjo ndodhi. It also tells us since the time of Solomon, nothing like this had happened in Dhe thotë Jerusalem. që nga koha e Salomonit një gjë e tillë nuk kishte ndodhur në Jeruzalem. This was a significant event. Pra ishte një ngjarje e madhe. So he opened the house of the Lord, he restored the Passover, Pra i hap dyert e shtëpisë Perëndis, rikthen këtë festimin e Pashkës. and then Hezekiah had the priests go out into the cities and break down the images and the idols. Dhe prifërinë që Ezekiau vendosi shkonin nëpër qytet dhe thyenin idhujt. They cut down the groves and threw down the high places. Ai preu koriet, gjithashtu restauroi dhe sendet e. And in verse 4, we're given one example. Then Just the one Bible- example in verse 4 of 2 Kings Dhe 18. në vargun 4 jepet një shembull i rëndësishëm. This brazen serpent. Është gjarpri i bronzët. This brazen serpent that he broke in pieces and he called it Nehushtan. Ai e theu copëçik gjarprin e bronzët dhe e thiri Nehushtan. I'm sure most all of you remember the story from Numbers 21. Besoj e mbani mend historinë e gjarprit bronz tek numrat 21. Israel came out of Egypt, they were in the wilderness. Izraeli del nga Egjipti, endet në përshkretir And like us, they complained. dhe një lloj si ne, ata
u qaravitën, u And ankuan. many times they would complain and God would chasten them, and then Moses would pray, and then God would forgive them. Ata ankoheshin, Zoti do dënonte, pastaj Mojsiu shkonte lunte Zotit, pastaj Zoti i bekonte. Ndodhte vazhdimisht. But in Numbers 21, Por tek numrat 21, in Numbers 21 they complained, ata u ankuan kundër Zotit, and God sent fiery serpents. dhe ai solli gjarpërinj, And when someone was bitten by the fiery serpent, they would die. dhe teksa ata kafshoshin nga këta gjarpërinj të shkretirës, ata do të vdisnin. So the people repented and they went to Moses and they said, Moses, please pray for us. Dhe tani izraelitët u penduan dhe shkon te Mojsiu, Mojsi bëj diçka për këtë. Ask God to take the fiery serpents away. Thuaj Zotit që këta gjarpërinj t'i heqi për ne. God didn't take the fiery serpents Por away. Zoti nuk i hoqi gjarpërinjt. God told Moses to make the image of a serpent and put it on a pole. Por Zoti i tha Mojsiut që të bënte imazhin e një gjarpri dhe ta vendoste në një shkop And have someone hold it up. prej bronzi dhe që ta ngrinte lart. And when someone was bitten by the fiery serpent, they could look to that image of the serpent on the pole and they would live. Dhe teksa një njeri do të kafshohej, ai duhet të kthente syt When tek they ky were bit, gjarpër dhe të mund të jetonte. all they had to do when they was bitten was look and they would live. E vetmja gjë që do të bëni ishte pasi të kafshoheshin vetëm të shikonin, të jetin shikimin dhe do të jetonin. Jesus referenced this event in John 3. Pra ky gjarpër i bronz dhe është pikturë e Zotit Jezus tek Gjoni 3. He said, as the serpent was lifted up in the wilderness, so shall the Son of Man be lifted up. Ashtu si u ngrit gjarpi në shkretir, ashtu do të ngrihet lart edhe biri i njeriut. This story that is preserved from us in Numbers 21 is a beautiful picture of Calvary. Kjo pikturë që na tregohet tek numrat 21 është thjesht një pikturë e kryqit Kalvarit. We were all born sinners. We were all bitten by this serpent of sin. Ne kemi lindur mëkatar dhe bëjmë mëkat. Jemi tashmë të kafshuar nga këta gjerpërin, helmues. God didn't just take your sin nature away. Zoti nuk na e hoqi natyrën mëkatare, Instead, He sent His Son who was put on a pole, on a cross. por dërgoi birin e tij, i cili u ngrit lart në kryq And He bore our sin. dhe mori mëkatet tona. And if we look to Him, we can be healed. Dhe nëse kthejmë shikimin te ai, It's a atëherë ne beautiful- jemi të shëruar. It's a beautiful picture. It's a wonderful thing. Shumë e bukur. But there was a problem in Hezekiah's day. Por në ditët e Ezekiaut kishte një problem. The people had taken this image that God gave them to be a blessing to them, and they began to worship it as an idol. Sepse njerëzit këtë gjarpër që në një kohë të caktuar kishte qenë bekim, ata tani po i jepin ofrime këtij gjarprit. The very thing that God gave them to be a blessing became a stumbling block. E njëjta gjë që u bë një bekim, tani po bëj pengesë për ata. That can happen to us. Dhe kjo gjë mund ndodhi edhe për ne. God can, I see this in the United States all the time. E shoh në Amerikë këtë gjë pothuajse çdo ditë. God can give someone a house to be a blessing, Zoti mund t'jap dikujt një shtëpi që ta bekoj, and then that becomes an idol. dhe ajo bëhet një idhull në zemrën e tij. It can happen with a car. Mund ndodhi me një makinë të mirë, It can also happen with religious buildings. mund ndodhi edhe me ndërtesat. We've seen God give churches beautiful buildings, and then the building becomes like an idol. More important than serving God. Zoti u ka dhënë shumë kishave ndërtesa të mëdha, të bukura, por ajo kthehet në idhull dhe nuk kthehet në atë që realisht duhet të jetë. Ti shërbejnë Zotit aty brenda. Prosperity does not breed holiness. Prosperiteti nuk garanton shenjtëri, In many ways, it breeds idolatry. por shpesh herë sjell idhujtari. And that's a warning for all of us. Dhe kjo është një paralajmërim për gjithë ne. All the prosperity that we have in the United States, it has not led us to more holiness. Kaq shumë prosperitet sa kemi ne në Amerikë, nuk na ka bërë më të shenjtë. I think it's a warning for all of you as well, because this country is very different than it was when I first came here 25 years ago. It's much more prosperous. Jeni si paralajmërim ndaj rrezikut, sepse tani
20 vite më vonë që unë kthehem, ka shumë prosperitet në Shqipëri, është rritur dhe pasuruar. Mund të jetë i njëjti problem që është edhe në Amerikë. Mund të kthehet ky prosperitet në pengim për ne. I remember when the water was on and off and on and off. Më kujtohet kur s'kishte ujë, I remember when the power was on and off. ose And kur on and iknin off. dritat gjatë kohës që ishte në Shqipëri herën e fundit. I remember there's so many new buildings, new construction, so much investment, so much more prosperity. The roads are nicer. Tani shoh shumë ndërdesa të larta, shoh dhe rrugët që janë shumë më të mira, pa gropa. We need to be, all of us, me, you, all of us need to be cautious that all of those things that God blesses us with and allows us to have does not become an idol in our lives. Tani duhet jemi të kujdesshëm që ato gjëra që Zoti na ka dhënë si bekim në jetën tonë, mos kthehen në pengesë dhe në idhujtari. Hezekiah lifted that serpent up and he called it Nehushtan. Ezekiau e mori këtë gjarpër dhe ngriti lart dhe e quajti Nehushtan. Nehushtan means it's just brass. Nehushtan do thotë thjesht një copë bronzi. He lifted that idol up and said, "This is not a god, it's just brass. Kjo është thjesht një copë bronzi, mos u merrni me këtë. This is just a building. Kjo është thjesht një ndërtesë. Car is just metal. Makina është thjesht një copë metali, Your house is just construction materials. shtëpia jonë është tulla dhe llaç. They're all temporal things. Janë gjëra të përkohshme, But the word of God and the souls of men live forever. por kisha e Perëndisë dhe shpirtrat e njerëzve janë të përjetshëm. We need to be careful to remain focused on that which is eternal, not that which is temporal. Pra do të kujdesemi që të kthejmë syt tek gjërat e përjetshme dhe jo të përkohshme. It's just brass. Është thjesht, janë thjesht bronz, si thot Ezekiau. Nothing that we should be worshiping Asgjë që ne duhet të kthejmë vëmendjen dhe t'i adhurojmë, and not what we should invest our lives in. dhe as më pak ne të investojmë jetën tonë aty. Revelation 3, Tek zbulesa 3, when God is speaking to the church in Laodicea, kur Zoti po I flet kishës Laodices, the church in Laodicea said, "We are rich and increased with goods and in need of nothing." kisha Laodices thotë ne jemi të pasur, nuk kemi nevojë për gjë. What did God say? Por çfarë I tha Zoti, Jezus? Wretched, miserable, poor, blind. Miran, I varfër, I zhveshur, Wretched, miserable, poor, blind, naked. That's the contrast. pra është kontrast nga çfarë ata mendonin se ishin. Prosperity leads to idolatry. Prosperiteti shumë herë ka çuar në idhujtari. I want to point out this revival started, if you remember, with the temple. Pra kjo rilindje po ta shikoni nisi me tempullin. He reopened the temple and he cleaned out the filthiness. E rihapi, hoqi papastërtit, Where is the temple of God today? por kush është tempulli Perëndisë sot? You know, 1 Corinthians 3 tells us Me para Korintesve 3 thot, we are the temple. ne jemi tempulli I Zotit sot. Spirit of God dwells in us if we're born again. Fryma e shenjtë jeton në ne sot nëse jemi të rilindur. I think the Word of God is reminding us today that we need to make sure our temple is clean. Mendoj që fryma na kujton sot që duhet ta mbajmë ta pastrojmë tempullin tonë. We should carry out the Ti filthiness. nxjerrim papastërtit jashtë. Do we have any idols in our lives? A kemi idhuj në jetën tonë? Maybe even things that God gave us to be a blessing. Ndoshta ca gjëra që Zoti na I ka dhënë si bekim. What is not in order in our lives today? Por çfarë nuk është në rregull në jetën tonë sot? Hezekiah made a huge difference in just days. Ezekiau e bëri ndryshimin brenda ditëve para. What is not in order in our lives and what is keeping us from fixing those things today? Çfarë nuk është në rregull në jetën tonë? Çfarë po na pengon ne që t'i rregullojmë këto gjëra, pse jo brenda ditëve? We already know what those things are. Besoj që të gjithë ne e dimë se çfarë nuk është në rregull. Jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë. And God's Spirit even now is telling us what we need to do to fix it. Besoj që edhe fryma e shenjtë po na tregon tani se çfarë duhet të rregullojmë. It's not always easy to do what's right. Dhe normalisht është shumë e thjeshtë që ta bëjmë këtë gjën e drejtë.
That's the challenge from God's word Është today. sfidë që fjala e Zotit po na jep. We saw Hezekiah's family, Por pam familjen ose përjardhjen e Ezekiaut, saw the revival that he led. pam të rilindjen që ai bëri. The third thing that the Lord has for us today is to look in whom he trusted. Dhe gjëja e tretë që Zoti do që ne shohim sot është shohim se kujt ai I besoi. 2 Kings 18:5 says he trusted in the Lord God of Israel. Dhe në vargun 5 jemi po te dyta mbretërve 18. Vargu 5 thot ai e vuri besimin në Zotin Perëndit të Izraelit. Remember when we talked about Ahaz, I told you that in his time of distress, he trespassed the more against God. Le ta kujtojmë që Ahazi në kohën e shtrëngimit ai bëri akoma dhe më keq. We can learn from Hezekiah that in his time of trouble, he trusted God. Por Ezekiau në kohën e shtrëngimit ai besoi dhe më shumë Perëndis. In 2 Chronicles 32, we can read about when Sennacherib, the king of Assyria, came to Judah. Pra tek e dyta kronikave 32 është mbreti Senakerib, ai vjen në Jude. Assyria was a powerful empire. Asiria ishte shumë e fortë në atë kohë. They had already carried Israel away into captivity, already conquered Ajo Israel. e kishte shpërndar Izraelin në arrati tani. Hezekiah was king of Judah, Ezekiau ishte mbret në Jude so Sennacherib now came to encamp against Judah. dhe ky mbret Senakerib erdhi tani kundër Judes, kundër Ezekiaut. But listen to Hezekiah's words Por le të lexojmë fjalët e Ezekiaut, as he spoke to his people. teksa foli njerëzve të tij. He said, "With Sennacherib is an army of flesh, Nëse lexoni, do ta lexoni edhe vetë historinë, ai thotë që tek Senakeribi ai ka një ushtri prej mishi, but with us is the Lord our por God në ne thot është Zoti Perëndia to help us që të na ndihmoj kundër ti and to fight our battles." dhe që ai të luftoj betejën për ne. He trusted the Lord to fight his Ai battles. besoi Perëndis që ta luftonte këtë betejë. So when Sennacherib came, Hezekiah and Isaiah was a contemporary of Hezekiah, they prayed. Pra kur ky mbret erdhi, atëherë në vargun 28 është Isaiau dhe Ezekiau, ata I luten Perëndis, shkojnë I therrasin qiellit tot vargu. So they got together and they prayed and they cried to God in heaven. Ata u bën bashk, ata qanë, I thirrën Zotit And the Lord sent an angel dhe Zoti dërgoi një engjëll that cut off all the mighty men and the leaders and the captains of the Assyrian army. I cili shuajti të gjithë burrat e mbretit e ushtrisë Asirisë. The Lord won their victory, won the Sepse victory Zoti luftoi dhe bëri fitoren për ta in a miraculous way. në mënyrë të mrekullueshme. Just sent one angel Ai dërgoi vetëm një engjëll to win the battle. që të fitonte betejën. Is the Lord not able to win our battles? A nuk është Zoti I aftë që të fitoj betejat sot për ne? I don't know your troubles today, but I'm sure you have them. Nuk e di se çfarë gjërash keni, çfarë problemesh keni, po besoj ju I dini. You don't know my troubles, but Edhe I ju have nuk I them. dini të mijat, unë I di ama. The Lord with one angel wiped out an army of Assyrians. Nëse Zoti me një engjëll ai e shfarosi këtë ushtri të Asirisë, Is he not able to help us? a nuk është ai I aftë që ta ndihmojë ne sot? Not capable? Nuk mund ta bëj dot? Or maybe we've not trusted him. Ndoshta si kemi besuar ai shumë. Unfortunately, when we get saved, when we're born again, it doesn't mean all our troubles will go away. Fatkeqësisht kur ne kemi rilindur, kemi besuar, nuk është se na ikën hallet, problemet. I still have my flesh. Unë gjithashtu kur rilinda po te ky trup jam, It's fighting against my I spirit. cili lufton kundër frymës. I still live in a wicked world that's cursed. Jetoj në një botë të rënë, e cila është gjithashtu dhe e mallkuar, We're going to have troubles. dhe do të kemi këto probleme dhe shtrëngime në jetën tonë. And regardless of who we think our enemy is, our real enemy is the devil. Dhe nëse mendoni për diçka tjetër që mund të jetë armiku, në fakt ktheni fokusin kryesor sepse armiku kryesor është djalli. 1 Peter 5:8 tells us that he is as a roaring lion and he's seeking whom he may devour. E para Pjetrit 5:8 thotë që ai sillet si luan vrumbullues këtë
kollaboroj, këtë shkatroj. We have an enemy that wants to destroy us. Pra ne kemi një armik i cili nuk do vetëm që të na rrëzoj, por të na shkatroj. And the world that we live in is his kingdom. Dhe fakt tu ku po jetojmë janë mbretëritë e tij. He offered Jesus the kingdoms of the world. Ai ofroi Jezusi tek Mateu mbretëritë e kësaj bote. Jesus didn't tell him, those are not yours to offer. Jezusi nuk i tha që shiko, këto nuk janë tuat ato që po më jep, që po më ofron. We have an enemy that wants to destroy us. Por kemi një armik i cili do të na shkatroj. So the troubles manifest in our lives in different ways. Pra, këto probleme vijnë në forma të ndryshme në jetën tonë. Regardless of the battle that you and I face today, Pavarësisht se çfarë betejësh ne po përballemi sot, we need to have the attitude of Hezekiah. duhet kemi qëndrimin që kishte Ezekiau. We need to be able to say, with us is the Lord our God to help us. Duhet themi që ai që është në ne është Zoti. With us is the Lord our God to Sepse fight me our ne është battles. Zoti ati. See, when I'm come face to face with what appears to be my enemy, Pra kur unë e shoh këtë problemin ball për ball dhe them që ky është armiku im, my flesh wants to fight that face. me njëherë trupi im ose mishi kërkon që unë ta luftoj fizikisht. That face is not my enemy. Por ajo fytyrë mund të jetë një njeri, mund të jetë diçka, realisht ai nuk është armiku yt. The Të Bible vërtet. tells us who our enemy is. Por Bibla thot se kush është realisht armiku. We need to trust in the Lord to fight our battles. Dhe duhet të mbështetemi tek Zoti që ta luftojmë. I want to jump in and fight my own battles. Kështu që unë hedhesha dhe i luftoja vet luftrat e mia. The Lord is much better at fighting my battles than I am. Por Zoti është më i mirë që ti luftoj. Di And më I've mirë se learned ti that luftoj lesson këtu. over and over and over again. Dhe këtë mësim më është përsëritur shumë herë në jetën time. I make messes when I try to fight my battle. Dhe sa herë që unë i luftoj vet, bëj një rrëmuj të madhe. I trust the Lord. He can take care of it. Por i besoj Zotit dhe ai është i aftë në dhe një gjendje që të merret me këtë gjë. Okay. We saw Hezekiah's family. Pam familjen e Ezekiaut, origjinën nga vinte. We saw the revival that he led. Pam rilindjen që ai We bëri. saw that he trusted in the Lord. Pam se kujt i besoi Zotit. The last thing that I want us to see today out of these 5 verses, Dhe gjëja e fundit që dua të shohim tek këto 5 vargjet. in verse 5, what happened after Hezekiah? Do të shohim çfarë ndodhi pas Ezekiaut. In verse 5 it says, after Hezekiah was none like him. Vargu 5 thot, kështu pas ti dhe pas ti nuk pati asnjë të ngjashëm ndër mbretërit e Judës. Initially you might think that that's an honor that was said about Hezekiah. Në fakt nëse e lexoni thua, "Ua, çfarë nderi është për Ezekiaun thuhet kjo gjë." You might initially think, well, that's wow, that says a lot about him that there was none after him that was like him. Mund të mendojmë, o sa mirë për këtë që s'pati asnjë si ky, It's a sad commentary. por në fakt kjo është një koment i që nuk It's a sad story. është është e trisht që nuk pati një tjetër si ky. If the story of me when I die is there was none after him that was like him, Nëse unë do ndroj jetë dhe do thonë tjerë që si ky s'ka patur me vite të tjerë, then I didn't do my job. atëherë unë nuk e kam bërë punën time si duhet. I want my children to stand on my Unë shoulders. dua që fëmijët e mi të jenë mbi supet e mi, më lart se sa unë. I want my children to know God better than I do. Dua që fëmijët e mi të kenë një marrëdhënie edhe më të madhe me Zotin se sa unë kisha. To serve God in ways that I'm not able to serve. Ti shërbejnë Zotit në rrugët që unë nuk munda dot. We all want our children to be better than us. Ne duam që fëmijët e tanë të jenë më të mirë se sa ne. Hezekiah had a son that reigned after him. Ezekiau kishte një djalë i cili mbretëroi pas tij. And I want us to read, there's just 6 verses Dua që të that lexoj really këto- is his testimony.
Do të lexoj 2 Kings 21, 2 Mbretërve 21. Pra jemi 3 kapituj më tutje. 2 Kings 21 verses 1 through 6, and we want us to read that together. Do të lexojmë 6 vargjet e para për djalin e Ezekiaut. Manaseu ishte 12 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe ai mbretëroi 55 vjet në Jeruzalem dhe ëma e kishte emrin Hefciba. Dhe ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, sipas neverive të paganëve, të cilët Zoti i kishte dërbuar përpara bijve të Izraelit, sepse ai ndërtoi përsëri vendet e larta që kishte shembur Jati, Ezekiau, ngriti altar për Baalin, bëri një korije siç kishte bërë Ahabi, mbreti i Izraelit, adhuroi tërë ushtrinë e qiellit e u shërbei atyre. Ai ndërtoi altar në shtëpinë e Zotit, për cilin Zoti tha, në Jeruzalem do të vë emrin tim. Dhe ai ndërtoi altar për tërë ushtrinë e qiellit në 2 oborret e shtëpisë së Zotit. Dhe ai e bëri të birin të kalonte përmes zjarrit, vriti korat e përdori magjira, u mor me fryma ushtare me shtrigan, ai kreu shumë ligësi në sytë e Zotit për ta provokuar atë në zemërim. Manasseh was Hezekiah's son. Menasi që ishte djali, Manaseu që ishte djali i Ezekiaut. He rebuilt the high places that his father had torn down. Ai ndërtoi ato vendet e larta që Ezekiau i kishte prishur. He rebuilt the altars that his father had torn Rindërtoi down. këto altare të cilët Ezekiau i kishte prishur. He rebuilt the groves that his father had torn down. Ai mbolli koriet, këta pemët e He sacrificed his children in the fire. bëri që të kalojnë në zjarr të biri i tij, e sakrifikoi djalin e tij. Dealt in witchcraft. Ai bëri magjira, u mor me magjira, Much wickedness. akoma dhe më shumë. How can this be? Si mund ndodhte kjo? How can this be that Hezekiah, in all the good things that he did and how he trusted in the Lord, how is this that his son wrought much wickedness? Po si mund ndodhte kjo kur Ezekiau dha këtë shembull për birin e tij dhe biri i tij të përfundoi në këtë lloj mënyre? I don't understand it. Nuk arrit ta kuptoj dot. God doesn't explain it, Zoti nuk e shpjegon, but let it serve as a warning for all of us. por për ne le të jetë si një paralajmërim. I cannot force my child to serve the Lord. Unë nuk e bëj dot, nuk e detyroj dot fëmijën tim që t'i shërbej Zotit. But I know this, the natural course of this world is for my child to not serve the Lord. Por e di që sipas rrugës së kësaj bote nuk është kjo mënyra që fëmia im do t'i shërbej Zotit. The natural course of this world is much wickedness. Që rrjedha e kësaj bote ka shumë ligësi. So we need to do all that we can to invest in our children. Dhe ne do të bëjmë gjithçka që mundemi që të investojmë tek fëmijët We tanë. need to walk before them in truth. Pra duhet të ecim përpara tyre me besim. What our children see us do when we're not at church is much more important than what they see us do when we're at church. Është më e rëndësishme që atë që fëmijët tanë shohin dhe marrin si shembull është më shumë atë që shohin në shtëpi se sa brenda në kishë. Our children know more about our relationship with God than our friends do. Fëmijët e dinë më shumë çfarë marrëdhënie kemi ne me Zotin se sa ju të njëri tjetrit, They live with us. sepse ata jetojnë me ne. They know how we behave when we have a bad day. Ata e dinë si sillemi kur nuk është dita e mirë e jona. They know how when we have troubles, if we trust in the Lord or if we trust in ourselves. Ata na shohin si veprojmë kur jemi në shtrëngime, kujt i besojmë, si veprojmë, a i besojmë Zotit apo jo? Our children know when we're driving and we're pulled over by the police if we tell the truth or if we tell a lie. Fëmijët e dinë që kur jemi duke ngar makinën, na ndalo policia dhe ne i flasim policit, apo thot babi të vërtetën apo jo, apo po gënjen. We need to walk before them in truth. Janë gjëra të vogla, por ne duhet të ecim para tyre me besim. We need to make sure we disciple our children. Duhet të bëjmë të mundur që dishepullizojmë fëmijët tanë, t'i We need to make ndërtojmë, sure we put the Word of God in our children. duke vendosur fjalën e Perëndisë në fëmijët tanë.
to give them the best chance of serving God. T'i japim mundësinë më të mirë se si t'i shërbejnë Perëndis. You may be here today and you may have had a child that you invested in. Ju mund të jeni sot këtu bashkë me një And fëmijë që keni investuar tek ai, mund të jetë fëmia ose i fituar. you may have put the Word of God in them and walked before them in truth. Mund ta keni vendosur fjalën e Perëndis, mund të keni ecur përpara tij me besim, And they may still have made some really bad choices. dhe ata përsëri mund të kenë bërë ndonjë vendim të gabuar, They have free will. sepse kanë vullnetin e lirë, But we need to do all we can. por duhet bëjmë çfarë të mundemi. Don't neglect the ministry that you have at home. Nuk neglizhohet pjesa që kemi në shtëpi, pra koha e madhe, The mission field that you have in your home pra fusha e misionit që vazhdon në shtëpinë tonë, with your family. me familjen tonë. I told you about my mother and father coming to the Lord, that your family is also your mission field if they're lost. Unë ju thash për nënën dhe babain tim kur unë shpëtova, pra vështirësinë që kisha në fillim. Madje dhe ata janë fusha e misionit sot. And your children are your disciples. Dhe fëmijët janë dishepujt e parë ose dishepujt tanë. They follow you naturally. Ata na ndjekin në mënyrë të natyrshme. We need to do that well. Duhet ta bëjmë shumë mirë atë gjë. Yes, we need to reach the world. Dhe po, patjetër duhet shkojmë tek bota, We also need to reach our home. por mos harroni që balanca duhet të shkojmë edhe tek shtëpia. The Great Commission, Jerusalem, Judea, Samaria, the uttermost. Pra, sikur se Jeruzalem, Jude, deri në skajet e botës, It starts where it's closest to you. por mund të fillojë aty ku është më afër me ju. Your family, you know their culture, you know their language. Tek familja, ju e njihni kulturën, e njihni shumë mirë. You don't need an interpreter to speak to your children Nuk keni nevojë që dikush or your ndërhyjë parents. apo një prind që si ta kuptosh fëmijën tënd, sepse ti e njeh atë. Don't neglect that ministry. Mos e neglizhoni këtë gjë. I think that's the warning from Hezekiah's life. Mendoj që pavarësisht gjithë mirave, ky është një paralajmërim që mund të mësojmë nga jeta e Hezekiaut. Of course, there are many other things we could learn from Hezekiah if we read all of Chronicles, but we just focused on the 5 verses in 2 Kings. Besoj që ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga Hezekiau nëse shkojmë edhe te libri Kronikave, por po fokusohemi te kjo pjesa. And I think these are the 4 things that the Lord had for us this Dhe unë morning. po i rikthem edhe një herë këto janë 4 gjëra që Zoti kishte për ne sot. And I want to encourage you today. Dua që t'ju inkurajoj secilin nga ju sot. You can make a difference Ju mund të bëni një ndryshim for the kingdom of God, për mbretërinë e Perëndisë. regardless of your family or your heritage or your upbringing. Pavarësisht se nga se keni ardhur vendi origjinës, We can make a difference. ne mund të bëjmë ndryshim sot. Revival can start with us. Rilindja mund ndodhi nga ne, We are the temple of God. sepse ne jemi tempulli i Perëndisë. We need to clean it up Duhet fillimisht ta and pastrojmë. let revival start with Dhe us. kështu mund të nisë rilindja në ne. You may say today, yeah, but Shane, you don't know my troubles. Ti mund thua, shiko Shen, e di sa nuk i di hallet e mia. It's true, and you don't know mine. Është e vërtetë se edhe ju nuk i njihni të mijat, But I know we can trust in the Lord, por e di se duhet i besojmë Zotit. and He can fight our battles. Dhe ai do të luftoj betejat për ne. You can make a difference. Kështu që kështu ju mund bëni një ndryshim In the word, in investing the word of God into the souls of men. duke investuar fjalën e Perëndisë në shpirtrat e njerëzve. You can make a difference. Kjo mund të jetë një ndryshim që do That të bëjë. is the work of the Lord. Kjo është puna që Zoti na ka lënë. While you're doing that, Dhe teksa po e bëni këtë, don't forget your children mos harro edhe tek familja and your family. dhe fëmijët. Invest in them as well. Make a Investoni difference tek in their ata. lives as well. Bëj gjithashtu ndryshim dhe tek jetët e tyre. Thank you again for your attention today. Shumë faleminderit që më dëgjuat dhe për vëmendjen. I love your pastor and his family. E dua shumë pastorin dhe familjen e tij. I love this church. E dua shumë këtë kish. I'm very honored to be back here today. Dhe isha i nderuar që isha sot këtu mes jush. I'm going to ask you to pray and Brother Suzanne to come. Po, unë po lutem dhe pastaj ndoshta Zani do vi apo. Okej. Unë po lutem. Zot, faleminderit për fjalën tënde Zot, edhe e di Zot që në zemrat e gjithëve sot ka patur vend për fjalën tënde Perëndi. Zot,
Sikur se ishte një mbret Ezekiau i cili bëri atë që ishte drejt në sytë e tu, Zot, edhe ai pa familjen nga erdhi, Zot, edhe pa gjithçka që duhet bënte ndryshe, Zot, këtë e kemi edhe ne, Zot. Këtë mund ta bëjmë edhe ne sot, Perëndi. Dhe Zot, ajo që prek zemrën time është ne dim se çfarë duhet vënë në rregull, Zot. Dhe sikur se Ezekiau e bëri që ditët e para, Zot, edhe ne mund ta bëjmë këtë. Dhe mund ta bëjmë me fuqinë tënde, Zot, dhe me dashurinë tënde, Perëndi. Dhe Zot, e di që na ke lënë të bëjmë punën tënde, Zot, e di që na ke lënë të investojmë fjalën tënde, Zot, tek shpirtat e njerëzve, na ndihmo, Zot, sepse dhe kjo është një luftë, dhe këtë mund ta bëjmë nëpërmjet Teje, Zot. Na ndihmo gjithashtu të ruajmë balancat, Perëndi, duke parë familjen gjithashtu, kishën tënde, Zot, edhe njerëzit që do të arrijmë, Perëndi. Faleminderit për këtë fjalë, Zot, edhe lutem që të mund të mendojmë rreth saj, Zot, në ditën vazhdim, Zot, e Ti gjithashtu të na ushqesh më tepër, Perëndi. Zot, bekoj e kishën tënde, Zot, na ruaj, Perëndi, sepse kemi një armik i cili gjithkohës do të na rrezoj, Perëndi, por Ti je më i fortë, Zot, sepse ai që është në ne nuk është prej mishit, Zot, por je Ti, krijuesi i gjithçka, i plot fuqishëm, Zot. Faleminderit, Perëndi, për këtë shpresë të gjallë që kemi, Zot. Në emrin e Jezusit lë përpara Teje, Perëndi, dhe gjithë secilin antar se kishë. Amen.